Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka dhënë mesazhin e tij të mbështetjes për kombëtaren e Kosovës në prag të ndeshjes me Sloveninë në Ljubljanë. Kurti tha se kjo ndeshje futbolli është moment shprehse i besimit dhe i bashkimit të gjithë djemve tanë që përfaqësojnë vendin me përkushtim dhe krenari. Sonte luan Kosova në Ljubljanë, djemt tanë luajnë ndeshjen e radhës drejt Kupës së Botës me Sloveninë. Është koha jonë, koha e mbështetjes dhe shpresës së besimit dhe e bashkimit. Le ta trajtojmë edhe një herë se kur brorasim 1-0 Kosova fiton, secili prej nesh të jetë pjesë e kësaj nate të madhe në stadium, në përsheshe, në qytete e kudo. Të gjithë bashkë për Dardanët, shkroi Kurti në Facebook. Ndryshe, kombëtarja e Kosovës në futboll është gati për ndeshjen e shumë pritur dhe mjaft të rëndësishme atë ndaj Slovenisë. Ndeshja zhvillohet të shtunën prej orës 22:25 në stadiumin Stožice në Ljubljanë, dërsa është vendimtare në garën e grupit B të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Tashmë është zyrtare që edicioni i 4 i Big Brother VIP Kosova do të fillojë të hënën. Burime për Telegraf bojnë të ditur se një nga banorët më të komentuara të edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova do të jetë Iqbal Huduti, predikuese e njohur e fesë islame dhe një figurë që shpesh ka bërë buj për deklaratat e saj në studio televizive shqiptare. Sipas burimeve, produksioni ka përgatitur edhe një dhomë të veçantë fjetjeje për Iqbalën për shkak të mbulesës së saj dhe rregullave fetare që nuk i lejojnë të ndajë hapësirat e gjumit me konkurrentët e tjerë. Krijimi i kusteve të posaçme brenda shtëpisë konsiderohet një vendim i pazakontë për formatin lokal, duke sinjalizuar se edicioni si vjetshëm po synon një qasje më gjithëpërfshirëse. Edhe pse ky është një rast i ri për publikun shqiptar, nuk është hera e parë në historinë ndërkombëtare të Big Brother që një grua me mbulesë fetare merr pjesë në këtë reality show. Në Filipine, Ayla Antopina është shënuar si gruaja e parë muslimane me mbulesë që ka qenë pjesë e pinoi Big Brother. Një rast tjetër është regjistruar edhe në Big Brother Izrael, ku një konkurrente palestinieze muslimane që mbante mbulesë ka hyrë në shtëpi, ndërkohë në edicionin special Big Brother The Boss, banorja Ala Omar nga Omani mori pjesë duke pasur madje edhe kuste të veçanta të përshtatura për nevojat e saj fetare. Megjithatë, për trojet shqiptare, ky mbetet rasti i parë që një grua e mbuluar bëhet banore e Big Brother, qoftë në Shqipëri apo Kosovë. Përfshirja e Iqbal Hudutit pritet të ngjallë diskutime të gjëra nga debati për përfaqësime fetare në media, te kurioziteti mbi mënyrën se si ajo do të ndërveprojë me formatin e një reality show që shpesh karakterizohet nga dinamika të forta sociale.